Për 10 vite ku e sheh veten? Për 10 vite dua të mos ndalem për të realizu 3 dokumentare nga 50 minuta që të mbesin në arhiv të gjitha troja shqiptare për faunën shqiptare. Okej. Do t'i prash krejt. Absolutisht, dua patjetër. Në vitin që vjen do të shkoj në Maqedoninë e Veriut sepse ka informacione atje për një folet të Shqiponjës Golden Eagle, Shqipës së Artë, që kemi në flamurin kombëtar. Edhe duhet me fut një pjesë edhe atje, plus asoj e keni, unë se kam pas realisht venhar dokumentar për Maqedoninë e Veriut, një lloj të Shqiponjës e keni ju atje, që është Shqiponja perandorake, edhe kam qenë në Veles. Po, Veles. Në Veles të Maqedonisë, edhe kem kalu shumë mirë. Me bashk një kam qenë, kam gjiru dhe Shqiponin e artë në zonën e Kërçovës, e mjekti atje. Por që po them dua të përfshi të gjitha trojet tona me një dokumentar që se kam një dokumentar që ku përgazis special plus librin që do t'je shiftua dhe dhjetor dhe da libri e parë Wild Kosova, që do flas kryesisht për kafshët e gjetura mbi 213 lloje të shpendëve që kam gjetur në